Doktoreshën për ndryshe e gjejmë edhe shumë shpejt në ordinancën e saj në Komarana, po? Po. E cila po besoj për pak javë, nëse nuk gabojmë, këtë thanë që do të hapet. Po. Dhe do t'i ketë të gjitha shërbimet ortodontike? Sigurisht do t'a përfshin të gjitha shërbimet stomatologjike, do të të edhe ortodontike, kirurgjike, prej mbushjeve të dhëmë të gjitha ato. Edhe të fëmijët edhe të fëmijët edhe të rriturit. Po. Dhe po besoj që shërbime këto të cilat janë nevojshme, unë jam shumë e lumtur që po jetojmë në një fazë ku prindrit janë shumë vigjilent në shëndetin oral të fëmijëve, jo që prindrit tanë s'kanë qenë, po ndoshta pak më shtruar e kemi marrë si problematik. E vërtet është rritur për të mirë fatmirësisht vedia e prindërve për shëndetin e dhëmbëve dhe të gojës. Dhe ajo çka e leton shumë është që vajzat dhe djemtë të ri po dojnë, e vërtet, si trend me vendos briket. Është vërtet. Nuk hezitojnë si të kaluar, është trendi për kundrazi. Je mirë për këta, po sigurisht. Se nëse një kohë doktoresh ka qenë, ndoshta dhe janë bullizuar shumë, ose ka qenë pak pse veçon. Tash, unë e di djali jem, nëse po më pyet kur t'i bëj kaq vjet, a kime mi vendos, se po kam qef, dhe me thonë është diçka që po e kërkon edhe ajo viralja, trendi. A ka raste kur nuk ka shumë problem, fëmia, për shembull, po ti mund t'i thuash, po s'është problem shumë i madh, mund të edhe mos i vendosësh, po ata insistojnë prind me vendos protezën. Po, ekzistojnë raste. Këto raste do të thonë që fëmia, nëse ka shumë problematika vetëm me radhitjet e lehtë, këto janë raste që zakonisht udhëzoj veç me aparate ortodontike transparente, do të thotë që zakonisht shkoj me këto raste, dhe më kut janë veç pak. Kështu që